Vendosja një shtylle elektrike e planifikuar në rrugën Doktor Ali Spahia në qytetin e Shkodrës ka shkaktuar shqetësim tek banorët e zonës. Ata shprehen se ky veprim pengon hyrjen në banesat e rreth 200 familjeve, duke ngushtuar ndjeshëm rrugën. Banorët kanë paraqitur ankesë pranë policisë bashkiake dhe presin një zgjidhje sa më të shpejtë për këtë problematikë. Një kja shtyllë që shopi kja gropi këtu, kjo penalizon hyrjen tonë në shtëpi. Janë rreth 150-200 familje që një këtu përshkohen. Me gjarë kjo, një rrugë hyrë shëjtu, një rrugë dali atje, që në 2 gratë nuk mundrojnë 2 makina, është për një makinë. Dhe me thanë, 150 familje, 200 familje, i këtë rrugë që është 3 metre e lejtë sëtë, të fillu të kështylla. Deri të muri i këti zëtnis, me vullë i shtyllë 35-40 cm gjanë, që është shtylla të tensionit, dhe me thanë të me 2,70. Problemi është një zjermë, po zjarë, po një urgjens, një tu, 2,70 m, një zjarë fikse, një ambulancë, këtë nuk mund t'hinë ma. Po të kesen që këtu aburim aksidentit. Tu dalin gra, familjarë, në punë, fëmi që shkojnë në shkolla, në bicikleta. Dhe me thanë që në gjdo moment që një tu, kalan një, unë ku do me hinë shpiteme, do të nalem unë, ose do t'ullin atë. Të shme ngushtu edhe këte, dhe me thanë, rreziku e aksidenteve. Blokimi i tana mënyrave të lirive që mund këtë nevojë një person. Kur kena orë, e kena luan na. Kam luan edhe 1 metër aty për hajrot, me kalu njerëzit kam mësuar, ta vjen një elektriku dhe me vu shtylla 4 që shkon rrugica 2 metër e 30. Ku hin ambulanca, ku hin zjarë fikse, ku hin me rëllot plashit ose me rëmajt makinet. Jena familjar. Na shofin gjatë zgjidhje tjetër se tu ka nërë gabim. Ka një rrugis për 200 familjesh, nuk ka rrugë tjetër veç të toneli vjelli, e la dës ndrojnë makinat, se parkohen. Jena në kunë polici bashkjake. Sipas komunitetit të kësaj zone, vendosja e shtyllës vështirëson kalimin e mjeteve të emergjencës si ambulanca dhe zjarfikset, duke u kthyer në një rrezik dhe shqetësim për të gjithë zonën.